Ministra artificiale, diella. Qa mendimi keni për diellën? Se njof. E kam pa, apo se di çfarë punë bën, as di gjë ç'është ajo. E kam pa sigurisht. Po nuk më intereson fare se çfarë bën ajo. Se nuk e di se kujt i shërben as kush është ai njeri. Ai thot, "Masi jam njeri, thot folin për mua." A kupton? Është një ministre e cila drejtohet nga algoritmet, nga inteligjenca artificiale, nga kompjuteri. Pra do marrë vendime një kompjuter. Po të pyesë ty, a vërtet ministra apo tallish? Është një kompjuter i cili do marrë vendime për të mirën e të ardhmes së vendit tonë. Ka der zoti, as më interesoj ajo. Pse se ato që i nxorën me punën e këtej, as më interesoj ajo. As më intereson ke pas ballet sa pyetje tjetër, çfarë intereson janë kënaqur njerëz, unë i majmen. A janë kënaqur njerëz me politikën, me këtë, me atë, edhe ti bëlesh thash mos më ne shkalëm me mahumat që kam pastaj këtë përgjigje. Edhe do të them te pse s'më intereson. Këtu nuk funksionon asgjë në rregull miku im. Ta janë pralla këto që po. Tani me janë pralla këto janë. Çfarë ndjen shqiptar përveç se femër dhe mashkull? Nuk hym atje, jemi nga i fshat tjetër ne. Nuk hyn ato atje. Ai mirë e tha ajo Trbajani se dikush më tha mram. Burri është burr, gruaja është gru, ndërsa s'ka asnjë lloj. Nuk kemi një komitet që i pranojmë këto domethënë gjana që vinë nga bota që të truar me demek. Ajo është shqyrtërim, ajo është katastrofë. Mërtohesh me i burr të shim fal bëshpërë në shtysh të kohën atje pse marr vesh Allah. Çfarë thotë je mirë ti si. Edhe i grua është problem, se gruaja me gru, për shembull, gjenat qetësinë e vetë të lindin që në shkollë, që në fëmini, besa mundet edhe nga qerë, nga kopshi, fillojnë pastaj tak, edhe çan në dalin pastaj, edhe ngelen, jo i shoh që mund të përqafoj çik sa të mirë pas ke këtë sa të mirë. Atë edhe kur vjen për funimi kaloj përqafim, nga përqafimi në urim, nga urimi në respekt, sinqeritet, dashuri dhe ngelen më mirë po ato sione shok. Ato janë munez, ato goca ato që bën klasën për se, nuk klasë për ato janë të ndizesh, edhe të fikesh pa marrë vesh auneza o fibra. Nizet, e di që i thonë që motori ka natore. Që në mos motoriat, mas më Po mi, po për martesat online që mendimi ke? Kush është martesa? Ministri ka thënë që do arrijmë që me anë të inteligjencës artificiale, pra me anë të teknologjisë, do arrijmë që edhe martesat t'i bëjmë online. Po si bon martesat online kur ti se njeh robin, njeh burri grupën, çuni gocën, si bon online ata janë njerëz me vese, janë njerëz që kanë përdorur heroin, janë njerëz që kanë përdorur alkool, janë shkatërrum nga gjitha drejtimet. Po si ke mundësi shoku që bën atë martesë ashtu? Martesë kështu për 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë, por a funksionon ashtu? Hajt, miru pafshim, ciao. Po, s'ka. Flasim realitet. A janë gati shqiptarët që të arrijnë të kjo martesa online? Jemi gati, nes kemi toalet të rregull të shtëpia, kemi thot mund, ja, ne gati shqiptarët. Mos e shif që në... Po të drejtoj një ministër artificiale? Mos, nuk ke drejt... Sikur Edi Rama, ti ishte dhe një sistem algoritmi, pra të kishim një kryeministër artificial. Unë nuk flas shumë për politikë, se nuk më hyn politika, po themi që... Nuk janë tema sociale, shoqërore, na prekin gjithëve ne. Nuk na hyn, por ama shkosh 6-8 kilometra në Tiranë, nuk e di nga ka shumë, ti s'ke ka tunet i kanë pa, janë pa ujë, pa drita, pa shtylla, pa rrugë, pa qerdhe, pa kopsh, pa spital, pa infermeri, pa gjënësen. Tash do shohim gjithë qendrën, nuk të han bukë qendrën, se këtu në qendër han bukë edhe ca mashtruesa, ca kështu anik, si janë të lidhën. Që nga politika për kërmijët të zhivën vëkatit të ne kështu anik gjithë ne. Unë jam i robë që kam dhave, janë dëshis, spjerë, fajë, pension e marë, i pension pa pension. Qa ndihen shqiptarë veç femër dhe mashkull? Qka ndihen? Shqiptarë, femër dhe mashkull një. Mas sheferek. Qa njëve? Unë njëve, mashkull ajo cuca atje, ajo gaca atje, cuca, qupa që quët, ajo njëve femër, kash. Pse që do më tepër? Që do më tepër? Qa njëve? O, miku im tu nuk ka sot për të falë, tu do këthuj me kam për pjetën Veroqa ka pas halë. Unë s'kam qenë komunist as baba im. Mire thaj, do më kujtoni, do më shani, do më shumë kërkoni. Prapë do them të neve kemi me frikë, jem kom i tilë. Kushe mori përsi për masakrën në Tivarit 2000, thonë, po janë 4300 burra që i morën e qunat e i përshkatunë. Kushe boni atë politikë në tonë, kanë po me në verë, boni me titën bashkëpunim, se ishë përre, janë sa gjana që neve du t'i futëm historisë, dhe i mema që ka i përpërë mema, që shoj djali, ka marrë në ngrada në Greqi, në ngrada aty, a është vërtet patriot, unë se një fësë di,
Po i shoh emisionet e tij. I shoh gjanat. Ti je çik më patriot, më detar siç janë serbët, siç janë grekët. Ne bëjmë sikur jemi, po nuk jemi. Sinqerisht nuk kemi. Se nuk jemi patriot në Shqiptar. Nuk kemi patriot se ne jemi me të fut, me t'ja kallim, të marrë ty tash i hajde dhe dalim greva, dhe mësa fjala vjen. Siç është Serbia tash një vit, po i themi, gati po shkon një vit, 8 muaj, 9 muaj. Ata nuk shtyn njëri tjetrin, nuk shty ty, ti më shtyn mua që të shkoj përpara ke zjarri. Ata janë të gjithë unik, edhe janë të gjithë, me thonë, luftojnë për një kaos. Do thoshti po jo se ka është edhe kjo. Jo janë kështu nuk është punë opozita aty. Aty ka shumë gjëra se sistemi është i krymur nga mrena. Kështu trash me gjithmonë pse vetëm çunat e ministrave, biznesmenëve këtyre që kanë parë, avokatëve, prokurorëve, këtyre vipave, këta që kanë hotele, biznese, domethënë, vetëm këta bojnë për prokurorë, tos avokat, doktor, drejtën pa çunë jetë, s'ma ka fare ai. Dashkë me pagu shumë bare. Dhe pak më parë që shqiptarët kanë frikë. Nga se kanë frikë shqiptarët? Çaj frikson? Nuk kanë frikë shqiptarët. S'kan frikë? Jo, nuk kanë frikë. Shqiptarin mos e luj, nga do që qoftë, jug veri një loj është, mos e luj të përket. Pastaj 5% që aty në trush kreurve të njëpët, po, këmë fjanë nuk të lëtë. E kur vje pune për me i lujt, vëllaj, nuk është se kanë problem edhe në Amerikë me qenë, edhe në Gjermani kam qenë i kam pa. Kom punuar në një vend, do të mos e luaj shqiptar, nuk ka frikë shqiptari. Shqiptari po, shqiptari bën sikur lufton, bën sikur është i pari, ama ty ka qef me të fut ke grygë zjarrit. Kjo është e keqja e madhe. Ti jemi ndërgjegjësuar me këtë, se ne i dijmë tash. Pak më parë folëm për të risinë e re që po mundohet që edhe politika, qoftë edhe rrjetet sociale po e fuzin me këtë inteligjencë artificiale, këto jeta duke jetuar me algoritme, me rrjete sociale etj. Këta po mundohen që pak a shumë të ndryshojnë strukturën e dasmave. Për shembull, ju pyeta pak më parë për dasmat online ose martesat online. Mos ndoshta këta po ndoshta po ndryshojnë rrjedhën e historikut të gjenezës familjes nga një martesë tradicionale me krushnjë, mbledhje, dasëm, këngë, valle, mbledhja gjithë farefisit, po kalojnë në një gjë të thatë. Pra si e mendoni këtë? Ti më përmendja e ba vetë dhe i zotëria unë po, neve kemi këtë shoku, se neve duhet nërgjegjësojmë njëri tjetrin vetën tonë për shkak se lufton tërë jetën ta shkollosh kalamonin, nga ta shkollosh, ta martosh, mirë po se di qa që mrena, këshpia. Përse merri një nga ato që ka lëviz tu, edhe kur vje për punimi, të dele keqja jo, të rofshin shpenzimet, të rofsh ai sebebi që mlodhe njerëz e farafis, ditë ke fute mrend. Pra kjo është e keqja, duhet me ditë që është i mreni herë. Me këtë martesën online po janë shkalojnë gjitha këto shpenzime, s'do kesh shpenzime nga telefoni. Shumë është mirë si gjithë, po që po duhet, ajo rri 7 ditë, 3 muaj shumë, zbulohet, del në ves, se i rrinë, pa dal në ves, nuk e len, i kapen mesazhet e këto ku di gjone, shkon drejtim pa ditur, vje tjetra. Ajo e përdormja e çunit tat, do shkoj e përdormja e çunit tim. Kështu do shkoj kjo punë, se s'kema tash me lyp në gjë. Pastaj ka njerëz që janë edhe në emergjencë, që kanë nevojë, ka njerëz edhe që e bën për qef, ka njerëz që edhe, domethënë kanë lind me ato, ashtu. Ka para sa dush në për vaska, në për pishinat e Europës, se të dejnë Dubaja, në këtë edhe suhavë farë. Ne kemi ministra, kemi këtu mos i vinë Kaçasionit. Nëse mua një ministër më thotë mua s'ka rëndësi për ngjyrë. Më thotë mu një ministër, se diku i shko gruja, apo diku i shko vajza, unë kam përborgjë, më thonë t'i përgjigjim ati, jo t'i përgjigjim, po ajtë ma vërtetoj t'a manë, unë kam përborgjë me i thonë ati ti që ke burri mirë se pas ke një unitet familjar. 99% ministrëve ke këtu, biznesmenës dhe ministrë, se din ka përshkojnë kalamajt. Pastaj kullot baba, ne, ministri kullot edhe gruja, ne hapën ato që organizohet familja, disiplina. Kjo është ai që është uniteti, kjo është ai që është patriotizmi, kjo është ai që nuk vjen as ekonomia në këto drejtime, ta morrim rrugë fetare. Se nëse hyn degenerimi brenda një shtëpie, aty ka marrë fonda e shtëpisë. Këtu ke dal fiks tek ajo ideja e kryeministrit ton, i cili sapo thash pak më parë që emëroi diellën, një ministër e cila do ta komandojnë vetëm kompjutrat, nuk është njëri fizik. Dhe në një deklarim të tij tha që diella do të lind edhe fëmijë, pavarësisht se nuk është i person fizik, do të lind fëmijë, pra ndoshta me idenë që gjithë ministrat do bëhen me inteligjencë artificiale. Shka bavagia daj, po ai ka qiti që në 3 mandat 4 se do të shtoj jetën e mediatike, të jetoj politikisht. Kash.
Më thënë, jetosh mediatikisht, jeton politikisht, rrinë ka rrike. E ka qiti gjatë 13 demek që me ik mileti me pas sa më shumë ngarkime, klikime, ashtu që të humin vëmendjen atje. Pa i që është i zgjur, ai smerret me këto, ashtu. Smerret me këto gjëra. Sigur ta bëjmë edhe ministrin e shëndetësisë, drejtësisë, gjithë ministrat i bëjmë me inteligjencë artificiale. A do ishte bota ndryshe, Shqipëria të paktën? Pra, do të theksuar që jemi vetmi vend në Shqipëri që ka vendosur një ministre me inteligjencë artificiale. Shiko tani, unë sot bëj intervistë duke ti, qellova për herë dytë që kam prerë dhe kisha edhe punë. Mas i vitit ti s'ke shans bësh intervistë. Ne po na përfshi lufta, nga gjitha drejtimet, nuk e dim nga vime nga shkojmë. Ne jemi të mpleksun peshkujmë, me fjalë Amerika vetë edhe këto fuqitë e mëdha ç'a bojnë. Me thonë jap, okay, si që dha Papa e Romës para se të diste, tha ta ngrenë flamurin e bardhë Ukrainë. Po pse që ka kjo ai i vogli, ai dobdi, ai që s'ka forcë, t'ia vëm kamën edhe s'ka drejt asi. Pranojmë për të. Ne jemi në prag një kolapsi të madh. Qoftë edhe kolaps tjetër, tërmetesh, vulkanesh, përmbytjesh, djegjesh e gjëra të bile, sidomos 2026 parashikohet shumë çuditëra. Janë parashikuar, janë bë. Se neve me bë me ra 100 Tiranë bëjmë namet, ndërsa bota që përmytet me shtëpia, me Që do bie tërmet? Parashikohen tërmetet fuqishme? Po, parashikohen të vitin që vjen, parashikohen edhe jo vetëm për tërmete, po edhe për mbytje dhe shumë gjëra. Nga se ndodh kjo? Po kjo ndodh. Ç'a ju bën ju të mendoni këtë gjë? Jo, të thash unë ty, thash që ti vitin tjetër s'mund të jesh këtu, se ndoshta na kap dhe lufta dhe s'ke mundësi të intervistosh. Këtu ta kisha llafin. Edhe ndaj që këto nuk funksionojnë. Nuk ore, shkurtë e Shqip, kush e ka shans del në krye ai tjetër s'del. Ne jemi një kolaps mar botror, ka dalë edhe bloku tjetër atje në linje, janë bërë shtete të fuqishme. Edhe Babilonia ka qenë e kara, edhe Roma ka qenë e kara. Pra, çdo fillim ka një fund. Mos kujtojnë Amerika se ka tjera më të fuqishme akoma. U ndan 2 bloqe, linje perëndim, kështu që këto janë të rrezikshme tani. Edhe parashikohet nga gjitha edhe në rrugujnore, parashikohet që shumë shpejt nëse hyn perëndimin e luftë me linjen, Putini është i fituar. Unë nuk jam për Putinin, sa ka fëmijë ka pranë Ukrainë. Kupton? Ai është ushtarak. Po që është i fituar. Putini duhet ta mbrojmë, se ai na mban me bukë. Kush? Jo, më çfarë, kush e kam lisë, kam slav. Jo, komi më pa besë, më i dhunshëm. Edhe qofshin të serbët te, qa fletë burë, jem rregull dhe.